Atëherë jemi këtu në aksin rrugor I cili lidh vajzën me Sevasterin, siç edhe mund ta shikoni, ka një shkarje të rrugës nacionale, e cila ka shkaktuar dëme të konsiderueshme, madje do të thosha ka ndalë jashtë përdorimit të paktën 2 banesa. Është për të ardhur keqe në gjithë trajektoren e kësaj rruge. Nuk ka asnjë mjet mirëmbajtës I cili të bëjë të mundur të themi lirimin e hapësirave në të cilat gjenden masiv gurësh dhe verrash. Është një rrugë e cila ndër vite nuk është investuar dhe nuk është mirëmbajtur, për të cilën absolutisht gjej rasti për të denoncuar keq menaxhimin e gjithë situatës. Edhe për faktin që kjo është një zonë malore e cila nuk do duhet që të kishte këtë lloj problematike, pasi edhe uji natyrisht ikën rrjedh lirshëm. Unë mendoj që është një keq menaxhim I përsëritur në të gjitha akset rrugore. Kjo ka sjell të paktën bllokimin e 10 fshatrave dhe të paktën mbi 5000 banorëve të cilët aktualisht e kanë të vështirë të kenë të aksesueshëm qoftë për emergjenca shëndetësore, por edhe për ditëshmërinë e tyre. I bëj thirrje qeverisë, I bëj thirrje bashkisë pushtetit vendor, të cilët ne duhet mos të gjenden pranë banorëve, sidomos banorëve të cilët janë dëmtuar shtëpi, por jo vetëm, por të bëjnë të mundur shmangjen e çdo lloj problematike të këtij aksi, I cili siç thash edhe një lidh të paktën 10 fshatra dhe mbi 5000 banor të cilët mbeten të bllokuar aktualisht. Për të kthehemi për të ndonë dalesa të kemi të bëra. Mos e vënë si këtu të mos. Ajo ka marrë çfarë atje. Shkon